Sot du t'i drejtohem kësaj sale me një pamje shumë thjesht, por ironikisht e fatkeqësisht shumë, do me thonë se për realitetin politik tonin, atë të Don Kishotit, jo si figurë e letërsisë, po si një metaforë politike, sepse për fat keq, shteti ynë, shoqëria jonë, republika jonë, ka një kohë që po udhëhiqet jo nga arsyeja, por nga një realitet paralel që sheh vetëm një njeri politik në vend, Albin Kurti. Për ju të pushtetit që bërtisni deksa flasim një këtu, që leximin nuk e keni pasur as dëshira, as qëllim, e duket as obligim, Don Kishoti është një nga personazhet më të famshme të letërsisë botërore, një figurë komplekse, idealiste, tragjike, shpeshherë dhe thellësisht komike. Pra një figurë tragjiko-komike. Sikurse Don Kishoti i Cervantesit, edhe Albin Kurti i Vetvendosjes, zhdohet çdo ditë, çdo mëngjes në një botë që ka kriju vetë. Dhe në atë botë, Albin Kurti i Vetvendosjes sheh dhe krijon veç kundërshtar. Kundërshtar që duan ta kthejnë Serbinë Kosovë, në atë kreve. Edhe ty, general Hadrxhonaj, edhe ty Ramosh, edhe ty Fatmir, edhe juve burra gra që keni luftu për lirinë e Kosovës. Pro gjithë ju, gjithë ne në këtë salë duhet ta kthejmë në Kurtit Serbinë Kosovë. Kundërshtar që duan ta bllokojnë Kosovën, vendin tonë, vendin ku për dallim prej teje, ne i rrisim fëmijët tonë këtu, Albin. Pasurinë më të madhe që e kemi. Pra ne duhet ta bllokojmë edhe këtë vend, të fëmijëve tonë. Kundërshtar tjerë që punojnë ditë e natë pa ndërprerje që këtu mos me pas sukses. Po, pra, këta kundërshtar janë edhe në parlament, edhe në parti, edhe në gjykat, edhe në prokurori, edhe në media, edhe në shoqëri civile, janë besa brenda vendit e jashtë vendit edhe tek aleatët tonë. Në vend se të merret e përballet me realitetin e vendit, në vend se të merret e përballet me ekonominë që është rëndu e ka ngecur si asnjëherë më parë, me barrën e madhe të familjeve tona, të punëtorëve tonë, vend se të merret me izolimin që na i ka mbyll dyrt me një botë të tonë e po na kthen Kosovën në një vend të zymt, vend se të merret me skandalet e mëdha korruptive që i sillen rreth rrethit të tij, fat familjarëve, por që në thelb gryejnë besimin e qytetarëve në gjithçka që sot duket si shtet. Ai ka zgjedhur ndërtoj përballje shpikura me mullin terës, me asnjë problem real të Kosovës. Sepse temat që i prekin qytetarët tonë nuk janë as qëllim as prioritet të tij. Po të ishin, do të ishin zgjidhur.